Mirëmbrëma nderuar teleshikues. Sot ditën e anë si zakonisht bëjmë temat kulturore, ju e dini, dhe ju kam thënë qysh javën tjetër që do të jemi në një seri tjetër, seria e dytë ose puntata e dytë, po ta themi kështu si italisht, qofse na lejohet, me Irakli Koçollarin, do vazhdojmë bisedën aty ku e lam. Para se të filloj bisedën me mikun ton, Irakliun, dëshiroj të kujtoj që të gjithë që ende keni harruar të bëni subscribe kanalit, mos harroni ta bëni që të ndjekim ne ju dhe jo ju ne, pasi ju vjen notification. Gjithashtu falenderoj sponsorët e emisionit ton, të cilët ofrojnë mallra dhe shërbime speciale dhe do të jepen vazhdimisht aty me shirit në fund, dhe kushdo nga ju që ka një nevojë në atë drejtim mund të lidhet me ta nëpërmjet Google-it ose edhe nëpërmjet redaksisë Okultit, mund na shkruani ne këtu dhe ne mund të lidhim me ta. Jam me bluzën time sa herë që bëjmë emisione kulturore, ku me bluzën që ma ka dhënë një miku im, siç u kam thënë, një vizitor në panelin e librit, i cili ishte shumë adhetar dhe shumë i apasionuar mbas gjuhës shqipe, më ka dhënë dhe një libër me poezi të shkruar me gjuhën e vjetër shqipe, dhe këtu janë tre figurat siç i shikoni, Petro Zhej, Adem Jashari dhe Skënderbeu, siç i ka cilësuar ai, gjuha, besa dhe liria. Mirë, të fillojmë bisedën me zotin Irakli Koçollari. Zoti Irakli, ne e lamë bisedën në atë takimin e parë, në serinë e parë të bisedës, e lamë tek analizuam pellazgët dhe erdhëm deri në periudhën e arbërorëve ose të mesjetës. Dhe unë mendoj që në qoftë se ju s'keni kundërshtim, ta vazhdojmë me mesjetën edhe të vim vazhdimisht deri në kohët e mëvonshme në bisedën tonë. Ju jeni studius dhe i mesjetës, i skrupulos. Çfarë mund të na thoni në lidhje me burimet që ekzistojnë në lidhje me kombin tonë, me historitë e këtij territori, të arbërorëve, pra siç kishin filluar të quheshin ilirët në fillimin e mesjetës. Çfarë burimesh interesante ka që sjellin ide në lidhje histori dhe çështje të ndryshme në lidhje me racën tonë, me paraardhësit tonë arbëror, sepse për këto tema vazhdimisht ka një interes shumë të madh, dhe ne do të përpiqemi të edhim dritë mbi këto çështje. Faleminderit, Fredi. Është një kronik, nëse do ta quajmë kështu, që vjen për herë nga një errësirë ose informacioni pakët që ka meset e hershme, gradualisht me kalimin e dekadave dhe të shekujve. Domethënë shekujt e 6, të 7, 8. Se ka shumë njerëz që nuk e dinë këto tema. Vite 600, 700, 800 janë më të pakta informacionet, shumë më të pakta, shumë më të rralla, dhe me kalimin e dekadave të shekujve fillojnë dhe ndriçojnë, sepse duke filluar nga shekulli i 10 dhe i 11, po në vitet 1900 sa shfaqen burimet e rëndësishme bizantine, që janë burime fondamentale. Janë historian bizantin dhe një pjesë e tyre kanë qenë edhe perandor bizantin, të cilët kanë shkruar dhe kanë lënë gjurmë të rëndësishme. Janë me interes për ne, sepse kthehemi tek ajo pikë që ju përmendët, shfaqet gjithmonë më tepër arbërorët në to. Është ndoshta i pari që ne deri tani kemi, do themi i pari, sepse e nesër mund të nxjerr burime të tjera me shumë interes, është Profirogeneti, është një historian bizantin, dhe pastaj vinë me radhë Komneni, Ana Komnena, po ka
Kantakuzeni, janë paleologët, janë anonimët, Ana, po mnena shekulli 11, i 12, i 13, 13. do të janë ka këto. Ajo i është kthyer dhe atyre shekujve që thatë ju, në fakt ajo ka jetuar në shekullin e 14, por i referohet burimeve dhe në dokumentet e saj, në kronikën e saj, ajo i referohet edhe atyre shekujve. Këto janë të dhënë me këto burime bizantinet, historianë bizantin, për fat është punuar në përkthimin e këtyre historianëve, dokumentave të tyre, këtyre burimeve historike, veç mas për ato që ka për historinë tonë, ka dhe të tjera që ende nuk i kemi në përduar, dhe ka një punë që është bërë dhe një përmbledhje që është bërë janë 2 botime, burimet bizantine për historinë e Shqipërisë, sigurisht nuk janë të plota, por janë veç historianëve bizantin, po në këtë periudhë dhe po për këta shekuj që janë me shumë interes për historinë e arbërisë mesjetare, janë edhe 2 kronika të rëndësishme, janë edhe tjera, po cilat janë 2 kronika, dhe është kronika e Janinës dhe kronika e Tokove, që bën fjalë për periudhën e shekujve të 13, 14 dhe 15, janë nga burimet kryesore. Tokët kanë qenë sundimtar të Janinës, sundimtar, mirë, shumë i saktë. Kanë qenë sundimtar. Janë në origjinë italiane këta? Janë latin, po, janë italian. Bile, do të thosha kanë qenë shumë të ashpër kur ata Karl Toko është ai më i rëndësishmi, mori fuqinë e tij, ka bërë dëme të mëdha, nëse e themi kështu, racës shqiptare. Dhe në kohën e tij, sepse bëri aleanca me sultan, bile sultani dërgoi një prej vajzave të tij, dhe aleanca bile edhe me serbët e Stefan Dushan, kishte vdekur në atë kohë, cari famshëm, por kishte lënë gjithë formacionet e tij në territoret e Epilit dhe të Arbërisë jugore. Tokët në çfarë kohë kanë qenë? 1300-1400. 1411 përfundimisht marrin fund edhe ata, sepse invazioni osman, ata vërtet e të rritën aleanca për të mposhtur shqiptarët. E para e të rritën serbët e Stefan Dushanit në aleancë për të mposhtur dhe nështruar territoret e Arbërisë jugore, po edhe Thesalisë dhe Mëgjer. Pastaj ata turqit u thritën, repartet të turqve, u thritën dhe nga vetë perandorët e Bizantit. Dhe pastaj ata ju kthyen perandorëve të Bizantit dhe morën edhe pushtetin Konstantinopolje, tjera me radhë 1453. Siç ndodhi me gjermanët nga perandoria romake. Po, zbritet e tyre, po. Janë të njëjta gjë, domethënë natyra njerëzore, po dhe kushtet e caktuara historike kanë ndikuar që të kemi pothuaj fenomene të njëjta dhe në antikitet dhe në mesjet. Veç këtyre burimeve që përmenda, autorët bizantin, perandorët bizantin, jo përmenda kronikat e të famshme. Po burime osmane? Burimet osmane, unë i mora kronologjikisht, keni shumë drejt, mbas tyre janë burimet osmane. Veçanërisht ato që quhen regjistrat kadastrale osman, janë një burim me rëndësi të jashtëzakonshme për ne, regjistrat, sepse japin jo vetëm vendbanimet, po veç të tjerave japin identitetin nacional të vendbanimeve. Ato sigurisht nuk janë bërë për këtë qëllim, ato janë bërë për nevojat e regjistrimit të pasurive të banorëve të zonave të ndryshme. Por aty ka një kolon ku ka edhe cili është identiteti dhe ne nëpërmjet saj lexojmë shumë gjëra. Janë me vlerë shumë të madhe. Ne ende nuk i kemi shqyrtuar plotësisht. Por unë më duket ju përmenda para krahën e kaluar, nga këto është nga burimet osmane, ata e morën dhe regjistrat e parë për territoret greke është 1461. Ne mësojmë praninë e madhe të shqiptarëve, tani më nuk ka kush. Praninë e madhe të shqiptarëve të territoret e Greqisë, veçanërisht në Pelopones, por edhe në territoret e tjera kontinentale, siç është Atika, Beotia, Argolida dhe Ishujt. Një prani e jashtëzakonshme. Domethënë dominanca e popullsisë dhe vendbanimeve, e themi pa tone nacionalizmi, është popullsia shqiptare në ato anë. Këto dokumentet dhe studius serioz osman duke ju referuar këtyre dokumentacione. Sidomos juve si studius nuk ju lejohet, nacionalizmi duhet jetë zero. Patjetër. Juve duhet keni busull vetëm të vërtetën. Dokumentacione dhe të vërteta, dhe të kryqëzuar ajo vetëm nga një burim i vetër dhe të identifikosh atë që është burim i provuar si burim serios. Por veç dokumentave osmane, për këtë periudhë që janë periudha me shumë interes për historinë e Arbërisë, janë burimet veneciane. Kjo duhet të tekstuar pak, edhe veneciane, edhe burimet franceze, anxhuine të asaj kohe. Pse janë burimet veneciane? Se themi ç'ne venecianët për këto territore dhe për këto zona. Janë burimet veneciane sepse
në kryqëzatën e 4, më 1204, Aleanca franco-italiane, veneciane, kryqëtarë drejtoheshin për në Jeruzalem, ndërkohë që kalonin ata e gjetën Konstantinopolin në kulmin e një krize të rëndë të brendshme. Dhe ata u kthyen dhe Iran vetë Konstantinopolis dhe e Ka morën. qenë vitet në fillim të shekullit 13. Po, 1204. E kam plaçkitur Konstantinopolin. Pastaj ata kanë bërë gjithçka dhe detyruan në atë kohë që lidhet me atë arbrin, çfarë na intereson ne, ata detyruan për herë të parë Konstantinopolin që fitimtarëve, frankëve, edhe spanjollëve dhe veçanërisht venecianëve që ishte fuqia më e madhe detare e kohës, ishte superfuqia e deteve. Gjenovezët kanë qenë. Gjenovezët, por ata venecianët ishin në aleancën e kryqëzatës 4, atëherë detyruan Kanë qenë Fiorentinasit, kanë qenë romanët. Atë janë lindjen e elementëve të parë të kapitalizmit, janë pikërisht në shekullit 13-14. Dhe tamam këtë kohë ata i kërkojnë mbasi janë poshtë Konstantinopolin, thanë do të bëjnë lëshime dhe në shkruhet një marrëveshje që për herë të parë venecianët marrin dhe i kthejnë në zotërinë të tyre gjithë qytetet bregdetare në Egje, qytetet porte që ishin, po ishin dhe fortesa në të njëjtën kohë, siç ishin ato në Pelopones, dhe deri në brigjet tona të Adriatikut, i morën venecianë, u bën prona veneciane ato. Me repartin e tyre Durrësin po ashtu. Dhe ato por ajo që për cilën e flasim me që na ka rëndësi shumë, është prania e madhe e shqiptarëve në Pelopones, dhe qytetet e Argosit, Nafplios, Nafpaktos, Koronit, Methonit, të gjithë qytetet bregdetare të Peloponesit, kthehen qytete veneciane. Dhe ata, duke qenë një fuqi e madhe, Korfuzi po, që 7 ishujt e Jonit, dhe Lefkatën dhe Zaqin, po dhe Itakën, dhe atyre ju duhet forcë ushtarake për ta mbajtur. Nuk mund ta mbante një fuqi siç ishte ajo të gjithë këto. Deri atëherë forca ushtarake veneciane ishte për atë shtet. Tani me zgjerimin e këtyre dhe ata për të parë mobilizojnë forca sepse i konsideruan si njerëzit më të aftë për luftë shqiptarë, dhe ata mobilizuan shqiptarët. E në gjithë këto venecianët, që të mos zgjatemi në histori, kanë pasur kanë shtet i organizuar, dhe ata kanë pasur një rregull. Proveditorët e tyre ose guvernatorët, po ishin dhe me funksione ushtarake dhe ekzekutive, ishin të detyruar të dërgonin Venedikut jo më pak se një herë në muaj dhe më shumë një raport të hollësishëm për tërë situatën terreni që ata mbulonin. Dhe nga ato raportet e venecianëve, në arkivat veneciane ka aq gjëra me vlerë për Shqipërinë dhe shqiptarët, sa ne nuk mund të janë pafund. Ato nuk të gënjejnë, kush do të ngrihet dhe të thotë. Aty gjejmë, që nga shtresat e ulta deri në shtresën e fistikrisë arbërore. Edhe Kazanova ka në volumin e 2, se e kam botuar, unë më falë për ndërtim. Të lutem. Në volumin e 2, kur e dënuan 17 vjeç në burg Kazanovën, sepse shiti rrobat që i kishin vënë peng për një borxh që kishin marrë dhe do t'ja ushqiste ky përmbaruesi ditën tjetër, ky në ditë para i shiti me gjysmë çmimi, mori lekët dhe u fshe dhe kapën pasaj policia veneciane dhe e dënuan. Dhe kur hyrin në burg, aty ishte një repart ushtarak që mbante burgun e të burgosurve, dhe Kazanova thot unë ndihmova thot sepse kishte Dajon e kishte ministër të luftës, dhe unë ndihmova thot që të bëheshe drejtor thot një shqiptar nga Imara thot që kur e shikonje nga njëra anë thot dukeshe si luftar të Omerit thot, kur e shikonje nga ana tjetër thot ishte me sy të çarë thot, me kështu me nofullat të shqyera thot nga një shpat që kishte ngrënë thot duke luftuar në Korfuz thot me turqit. Dhe këto janë pikërisht ato. Aty tregon për një greçke që e zuri të dashur gruan e një oficeri grek, e cila i futi një neperk në një poçe me karafila që vajti ja çovi, dhe kur ky e hapi e kafshoi dhe deshvdiq, ka dendur 40 ditë vetëm me ujë duke agjëruar për të shëruar nga kafshimi i neperkës. Dhe tashi kur tregon për këtë gruan shqiptare thashun mos ka shkuar dhe me këtë gruan e këtij, kur thot ato ishin gra thot shumë të lidhura mbas familjes, thot kishin një zotë di se sa fëmijë thot që u rinin gjithë ditën vërdall thot kur ato lanin rrobat me fingë në govat thot, kurse për këtë i Mariotin thot po t'i afroheshe binte raki dhe udhër thot, ishte njeri shumë i besës thot, dhe unë thot ndryra ke dajva që e vurë në vend të një
Sloveni i urrente shumë slovenët. Në vend të një sloveni, thot, të pa bezë dhe të poshtër, thot, që ishte komandant të undëryra, thot, ajo është i sloveni, thot, dhe buri këtë shqiptarin e besës, thot, që unë e kisha mik dhe pinja raki me ta, me gjithse isha 17 vjeç, thot. Dhe nga këto libra që... Po dhe këto janë lidhe pikërisht, japin ushqime atë që thua ti që shkruajnë këta, më falë për ndëryrin. Jo të lutem. Edhe arkivat veneciane kanë pafund, kanë arkivat e mbretërisë Napolit, sepse një pjesë e tyre ju e dini fare mirë që mbas vdekjes së Skënderbeut, një pjesë e mirë shkoi dhe kërkoi strehim ashtu sikurse edhe familja mbretërore e Skënderbeut u strehua atje dhe ata u dhanë territore për të ngritur fshatrat e vendbanimet e tyre. Pra mbretëria, bisedoja edhe me një jurist, më ka dërguar një libër ai, cilat janë kontratat që janë nënshkruar dhe aktet notariale për të thënë territor dhe toka shqiptarëve emigrantë që u vendosën në mbretërinë e Napolit. Dhe kuptohet arkivi i Napolit është frytëzuar shumë nga një albanolog për të cilin kam respekt veçantë, sigurisht ai ka vdekur, është vrarë nga serbët. Milan Shuflaj është gjithë fondin e tij e ka marrë në arkivin e Napolit. Jo, Shuflaj e troqi nga Napoli dhe nga të tjerat dhe ka depozituar kur e vranë, u depozituar në Zagreb, në arkivin e Zagrebit, atje është gjithë, të gjithë e kanë fotokopjuar, kanë marrë. Veç arkivit të Napolit, kuptohet ka materiale me vlerë shumë dokumentare për historinë të paktën ka dhe më të hershme të mesjetës, dikur ju keni përmendur edhe Illyricum Sacrum, që në fakt janë burimet e Romës, të Vatikanit, të mbledhura të gjitha dhe janë ato 7 vëllime dhe 8 vëllime që përgatiten. Por ajo ka veçanërisht për mesjetën, ka gjëra me shumë vlerë për historinë tonë. Dhe nuk e kam merak ta them që kemi shumë gjëra të panjohura që nuk i njohim atje. Dikush do të thotë, më fal, Fredi që ta them kështu, do të thotë që po mirë, pse ka shumë gjëra të panjohura? Shikoni, jemi një shtet i ri. 100 vjet shtet, kështu në një gjema të tjerë, janë shtete 300, 400 e 500 vjeçar dhe kanë pasur gjenerata të tëra historianë, studiushit, kërkuesish për fuqi ekonomike. Nga goja, edhe fuqi ekonomike të madhe, sepse të gjitha këto duan lek, se duan të angazhuar njerëz të paguash si në të tëra këto që po përmenda Zagreb, po përmenda Vjenë, po përmenda këto kanë shkuar me shpenzime. Me parat e tua. Tash ti themi është shpirti që këto sa do që të thuash ashtu. Përmenda ju i njerojnë. Jo, ne bëjmë atë që duhet bërë. Mund të falenderoj që më thua, po jo. Do të them tjetrën, në Vatikan sigurisht ka dhe shumë gjëra tjera. Të përmenda pak kur po bisedonim bashk një figurë. Po si ajo figurë që të përmenda ka dhe shumë të tjera shqiptarë që unë mund të përmend për emrat. Po, mund të përmend mbiemrat e tyre. Petro Bua. Po, për Petro Buan. Dhe ai është figurë qendrore, Petro Bua, në Vatikan, në atë muzeun e famshëm dhe të madh që aty për ditë ka pafund vizitorë nga gjithë bota. Dhe një nga sallat më të rëndësishme, i Sala dei Angeli, është një tablo murale me dimensione jashtëzakonisht të mëdha. Dhe çuditërisht, kush e ka bërë atë pikturë? Është Pinturicchio. Pinturicchio është fiktor i famshëm i rilindjes italiane dhe aty është figura qendrore dhe po ta shikosh në pamje në paraqitje një njeri i çuditshëm, i cili shikon me inat me çall, një turk që është i pranishëm në oboret italiane. Unë kuptohet, kam gjetur çështë është vllai i sultanit, ka qenë mik nëse do ta themi kështu, jo i kryetarit bashkisë të qytetit, dhe ai kishte vizituar disa herë. Por ç'është Petro Bua? Petro Bua është një nga kryengrisit më të rëndësishëm shqiptar, i pa identifikuar, i pa njohur nga ne, ka qenë familje fisnike nga ato që edhe ju përmendët nga buajt e famshëm, familje e famshme, që kanë nxjerrë shumë pinjoll të tillë. Shëndimtarët e Peloponezit. Tamam, shqiptari Peloponez. Dhe edhe aty në Peloponez ishte familje dëgjuar fisnike. Ai ka një ngjarje të madhe se që aty fillojnë me Petro Buan. Petro në 1460 kur sultani e nënshtroi pothuaj të gjithë territoret e Greqisë dhe Peloponezin, urdhëroi të gjithë princat, kanë qenë rreth 12 princa gjithë Peloponezi, por dhe Atika, dhe i detyron të nënshkruajnë këtë urdhër që dërgon. Të ktheheshin vasal të gjithë. Dhe në fundi thotë, bëjeni këtë,
sepse e nesërmja do t'jetë më e mirë se sa e sotmja e juaj. Ta themi si që është, ndoshta nuk ka nacionalizëm këtu, mund të duket kështu, por kjo është e vërteta historike. Dhe ata e kanë nënshkruar. I vetmi njeri që nuk pranoi të nënshkruante këtë, është fisniku shqiptar Petro Bua. Dhe nga i momenti ai ka dalë në rezistencën anti-osmane, ka bërë një sër betejash për gati 15 vjet, është plagosur në këmbë dhe është detyruar pastaj të largohet në Itali. Aty ka marrë pjesë në disa beteja dhe ka marrë një emër shumë të madh. Ky është shkaku që ky njeri që troqi vëmendjen edhe të Italisë, ai e ka vendosur një nga tablot më të rëndësishme të Muzeut të Vatikanit. Nuk dua të flas këtu për si u identifikua që është ky, por ata e pritën me shumë interes në Vatikan, domethënë identifikimi që ky është Petro Bua pikërisht. Ju Irakli në çfarë arkivash keni qenë vet të pyes, nëse më lejohet? Po, të përmenda këtë të fundit. Po, të Vatikanit. po. Kam qenë në Venecia 2 herë, kam qenë në arkivin e Vienës, po ashtu, kam qenë në Zagreb 3 herë, sepse ata kanë shumë gjëra për ne, ndërsa Ke marrë materiale, ke fotokopiuar kjo? Po, nuk ka vështirësi. Sigurisht, gjërat saktuara janë edhe të frenuar, janë edhe të kujdesshëm, sepse domethënë tani arkivat për mua janë përballë një dileme, sepse Bashkimi Evropian bën presion për të digitalizuar fondet dokumentare, që janë me shumë interes për ne, edhe shumë libra të asaj kohe, se nuk janë vetëm arkivat, por në atë kohë janë shkruar libra dhe kanë qenë dëshmitar okular të shumë gjërave. Do të them në një rast konkretisht me që jemi tek Buajt dhe arkivat, mirë po arkivi po i nxori të tëra, u mbet interesi i studiusëve për të vajtur atje nëse i ka të gjitha. Mirë po ato janë edhe burim fitimesh. Kështu që sigurisht kanë nxjerr gjëra në rrjetet sociale, domethënë sipas detyrimeve që kanë nga bashkimi, po ato janë thesare pafund arkivat, kanë gjëra që nuk do të arrijnë ndonjëherë të bëjnë të gjitha të pranishme, të digitalizohen të gjitha. Sigur më keni thënë që keni qenë dhe në arkivin e Torinos? Po, kam qenë në arkivin e Torinos, në atje kam vajtur Torino të falenderoj. Ka shumë informacion Për ne jo. Unë aty kam shkuar. Pse ke shkuar aty? Aty kam shkuar sepse çfarë të ka interesuar? Aty unë në vitin 1994, jam korrekt në këtë që të them, unë kam shkruar për herë të parë për një Mërkur Bua. Është një nga figurat ushtarakët më mbreslënës në historinë e Europës mesjetare. Në Zvicër ka qenë kryesisht, Mërkuri? Ka qenë dhe në Zvicër, ka qenë dhe në Gjermani, ka qenë dhe në Francë, ka qenë sigurisht kryesisht në Itali, ka qenë në fillim Mërkuri me Petron kam pasur lidhje? Me Petro Buan? Është një njëjti trumë familjar, babajti me Petro Buan, sepse janë të kohë të ndryshme, ky është pak më i ri, Mërkuri, të dy janë të zbritur nga Nafplio e Peloponezit, të dy janë kushërit par prind, babai me Petro Buan. Ky është nipi, si thuash, i Mërkuri është mbajtur si strateg ushtarak në një nga ushtarakët më të rëndësishëm të Evropës. Nga ato që kam nxjerr, unë besoj për 2-3 muaj mbyll, kam gati 5-6 vjet që punoj me të, por të kthehem ke ajo që të jem korrekt me ju, me arkivin e Torinos, kam identifikuar që për të ka një kronik, dhe kronikat në mesjet shkruheshin në formë vargjesh, poezish. Dhe kisha identifikuar që një ushtar i tij, të gjitha këto fatkeqësiat panjohura, kërkimet kërkojnë me skrupulozitet, atë që gjen aq tatuazh, jo më shumë dhe më pak. Ka qenë një ushtar i tij, duke që ka qenë shumë i kulturuar, Gjon Koroni. Gjoni nga Koroni. Koroni është qyteti në Bregdetin nga ka ikur ai në Pelopones. Por ishte shqip sepse dhe Koroni ka qenë një qytet i dominuar nga shqiptarët në atë periudhë të njëjtës periudhë. Dhe ky e ka pasur ushtar në repartin e tij. Mërkur Bua ka pasur një repart gjithmonë 500, 600, 800, 400, 300 stratiotësh. Dhe ky ka qenë komandant i tyre. Ato që kam evidentuar unë janë rreth 80 e sa beteja, nuk ka një të humbur. Nga njerë kam thënë, sepse ku lexon ato kronikat, po mirë më ky si vete me 300 kalorës të lehtë, se kalorësinë e lehtë ka pasur kështu shqiptar mesjet të famshëm, i vete 10.000 trupave përballë. Nga njerë kam menduar, tani është mirë, po në ato që gjej dokumenta është interesant, në bashkëbisedime ka tritur në një betejë
dozhët e Venedikut e kanë tritur, kanë pas një betejë të rëndësishme kundër trupave gjermane. Dhe ata kanë pasur fuqi të madhe, numerike, përballë Venecias. Dhe përpara betejës sigurisht ushtarakët këmbenin dhe kanë tritur mërkurin. Kam lexuar një raport se çfarë i ka sugjeruar dozhëve të Venecias, nuk është një trim i marrë kështu. Po artin e luftës i thotë jo, thotë ne nuk mund të kalojmë në këtë shteg, sepse zakonisht këtu forcat mund të renditen kështu, jo vetëm kaq, por forcat gjermane kanë një lloj taktike, thotë fillim nxjerrin kalorësi dhe pastaj papritur thotë kur ti nisesh kundër tyre, ata rendojnë, ashtu si kam ditur që të flasim. Ata nxjerrin papritur gjithë karrot e luftës së tyre dhe i vendosin si një lloj barikadesh dhe ti vetë përplasesh me to dhe pastaj ata të vinë rreth, do të thënë i njihte artin e luftës, terrenin gjeografike të tërë. Në fakt të tëra të mahnit me çfarë, dhe jo më kota i ka qenë fitimtar në shumë nga këto betejat, e kanë kërkuar, kuptoj, sepse ushtarak ka qenë profesion, si gjithë profesionet e tjera. Ka qenë periudha e luftës së Guelfëve me Gibelinët. Po. Në këtë kohë, Po. ku Guelfët përfaqësonin më shumë romakët e vjetër, ndërsa Gibelinët përfaqësonin gjermanët ose romakët e rinj që erdhën nga veriu, ku filloi mesjeta dhe kjo luftë u rishfaq prapë në shekujt e 11-12, mos gaboj se ndoshta s'më kujtohet. Dhe vazhdu deri në shekullin 14 gjermanët janë aty të pranishëm 14-15. Po, ka vazhduar këtë luftë. Dhe gjermanët kanë kërkuar mërkurbuan. Perandori gjerman, vetë perandori gjerman e ka kërkuar, i ka thënë me këtë kush profesion ka qenë, se ka njerë themi ne edhe me atë termin pejorativ mercenar. Po, më ka qenë, si që ka qenë ai ndërtusi, që e kërkonte ai të shkonte në Francë për ndërtime si arkitekte, ose atë piktorin, atë edhe këta e kërkonte, merrte paran, kthej. Por aman ishte shumë i sigur, ka betejë të çuditshme në Francë. Dhe të gjithë perandorët, Luigi i 12 i Francës, veç titujve të shikosh shpërblimit, sepse janë të evidentuar të gjitha dhe të shkruara, morë dhe janë dy shkrime original me shkrimin e mbretit Francë. Luigi 12 çfarë thot për mërkurbuan edhe për atë që falenderon për dy beteja që i ka shkuar ndim dhe i ka fituar ky bashkë me repartin. Në favor të kapetëve të Bourbonëve. Po. Dhe ky i kthen përgjigje të falenderoj dhe për koreksin, sepse bashkë me atë ai falenderimin i ka dërguar dhe parat për trupën e tij ushtarake të shqiptarëve të tij. Ajo që është me shumë interes dhe që ne na intereson të ashtu është evidentohet qartë origjina dhe gjendja e tij shqiptare. Tot për shembull një kronik kur kthehet nga gjermanët dhe francezët në Venecia, e kërkojnë ata, këto, si duket kanë bërë marrëveshje dhe shkthyer. Dhe vetë paraqitet për herë të parë, ka datën, orën, kanë pas kronist, shtet korrekt ajo. Dhe thot, erdhi në sallën e dozhëve të kuvendit, l'albanese mërkurbua, kon së bashku me 30 të tijët shqiptar. Dhe këto në interesojnë shumë, do të thënë evidentimi tyre, sepse shpesh një, po mirë ka qenë shqiptara, dhe kam nxjerrë sigurisht në botimin që nxjerr tani, edhe me kë është martuar. Duke qenë familje fisnike, lidheshin vetëm me familje fisnike, po shqiptare. Dhe ka marrë çuditërisht familja e Bohalve, është një familje fisnike shqiptare nga Durrësi me origjinë vendosur dhe ai atje, po edhe me mbesën e Donika Kastriotit. Të gjitha janë të lidhura. Në të shfaqen, se ka njerë, duhet marrë si që është historia e mesjetës, është histori mesjete. Dhe më pas, dhe tani vazhdon ajo si e tillë, por familje fisnike nuk mund të shkonin me familje që nuk i takonin radhës ose rangut të tyre. Dhe aty bëjmë evidencën edhe të shumë familjeve të njohura shqiptare, me emra, me mbiemra, që kanë lënë gjurmë të thella. Është një historian, me që jemi akoma ke venecianët, të them, që për mua është një figurë shumë e rëndësishme për historinë tonë, shumë e rëndësishme. Ai veprat e tija, sepse praktika ishin këto, ai ka një vepër 80 vëllime, nga 1000 faqe të gjitha. Dhe ja kanë botuar italianët aty, më 1870, ato janë bëjnë fjalë për 1400-1500, që për ne është me shumë interes. Ky quhet Marino Sanudo, sepse ato që dërgojnë informacione, që dërgojnë gjithë të repartet veneciane kudo në për Ballkan dhe në territoret tona, aty në Venecia kishte një njeri që i hidhte me shkrim të mirë, si libër, po ti shikosh, kopistët, me sakses, po e gjeje fjalën, ishte profesioni më i mirë paguar, por ishte edhe i rrallë, jo të gjithë dinin të shkruani dhe të lexonin. Po ti shikoni si ka hedhur në të pastra i të gjitha, edhe librat
sot që kanë këto teknologji të avancuara, aq bukur. Dhe Marino Sanudo për ne dhe për shqiptarinë e shqiptarëve ka pafund figura shqiptarësh, luftëtarësh, personazhesh historik, diplomatë të tjerë pafund. Vetëm të lexosh ato 80 vëllime që janë nga 1000 faqe janë ka thesare pafund për ne. I kemi sigurisht, i kam. Po, nëse mund të pyes Irakli që me çfarë je duke punuar tash, me çfarë po merresh? Tani mbyll këtë libër që ju përmenda për Mërkur Buan. Kam marrë, siç u thash, në arkivin e Torinit dorëshkrimin origjinal, kur vajta aty është e shkruar me dorë. Është nga ky shqiptari që ju përmenda pak më përpara, Gjoni nga Koroni, e ka shkruar në greqisht, sepse dysh është gjuhë që shkrueshin atëherë dokumentacionin në Europë. Është latinishtja dhe greqishtja. E ka shkruar në greqisht, por në ato gjeta greqishtja e vjetër. E vjetër, po, mesjetare. Dhe ato që gjeta aty ishte interesante në dorëshkrimet e tij. Fillim ma dhanë me një lloj ashtu, domethënë ta japim, mos ta japim kështu, pastaj mbasi bëjmë një bisedë me sollën origjinali në atë dokumentet, më dhanë edhe të digitalizuar, më thanë bëj po duash edhe fotokopje, për të mos e dëmtuar edhe fotografua, po mora edhe të digital. Brenda saj që nuk e dini, Gjon Koroneo dinte dhe italishten, sepse kishte pasazhe në fund që bënte disa sqarime në italisht. Dhe ajo që ishte më e rëndësishme, ishte që ishte edhe një piktor jo i keq. Piktor jo i keq. Disa nga ato, për shkruan betejat, kanë bërë një betejë Mërkur Buar kundër turqëve. Kanë bërë skisa të ndryshme. Dhe ai ka bërë ilustrimet e tyre në akvarel, por shumë të bukur. Unë do t'i kur ta botoj gjithë kronikën e tij, do vendosi edhe në origjinal si. Në origjinal, po, do t'i vendos. Është libër që pasuron situacionet e panjohura të historisë tonë dhe sigurisht kam edhe të tjera që punoj, por kjo është ajo që e kam për botimin e afërt, besoj brenda 2-3 muaj kam gati 4-5 vjet që punoj me të. Ku ekzistojnë baret e Mërkurit? Shumë mirë më bëre që më pyetje. Jashtëzakonisht mirë bëre që më pyetje. Unë kam shkuar vetëm për të parë dhe për të gjetur fizikisht, sepse duke qenë një figurë se që nga Genti për shembull, mbreti Gent, edhe mbreti Gent aty e ka barin në Itali, shqiptarët pak e din. Po, është e vërtet. Po. Dhe ky ka vdekur ka pasur zotrimet i, sepse ka fituar, ka pasur fuqi dhe ekonomike, jo vetëm ushtarake. Dhe ky është vendosur përfundimisht dhe ka vdekur në veri të Italisë, qytetin e Trevisos. Aty dilte nga dokumentat që është edhe varrosur dhe ka një varr monumental. Unë vajta dhe e gjeta, e identifikova. Aty është brenda kishës mendoni që nuk varrosej çdo njeri. Vendoseshin vetëm figura shumë të shquara, o pap ose personalitetet të rëndësishme të politikës ose të. Dhe varrin e tij e gjeta është brenda kishës Santa Maria Maggiore, quhet në Treviso, sigurisht u gëzova që. Dhe ka një plak mermeri shumë të madhe që shprehet këtu, prehet kur e pash për atë u gëzova të bëra dhe zhurmë. Përmendet fakti shqiptarit aty në barin. Fjalë për fjalë. Si thot këtu prehet. Këtu prehet për të mos vdekur kurrë. Shqiptari Mërkur Bua, i cili kështu dhe vazhdon. Mirë po, nga që bëra zhurmë, nga emocioni atje, ishin disa, siç kanë këto kisha, janë dy pleqe, ky ç'bën ky ka. Dhe më vjen një nga ata priftërit atje, dhe më tha, ata klerikët, çfarë ashtu i thash, më bëj një fotografi këtu përballë kësaj memorialit të këtij, më bëri. Pastaj ai, nga që bëra muhabet dhe e ngacmova, ishte i moshuar shumë. Më tha, me që tani kuptoj disa gjëra se do të thënë pa vëmendje të madhe për historinë e për ashtu, tha do të duroj dhe unë një libër tha për Mërkur Buan. Unë përgjithësi nuk kam lënë libër të autor pa marrë për të. Nuk e kisha atë libër të aty, ishte botimi viti 1926, mos gaboj. E kam në shtëpi. I thashun çfarë të detyrojmë? Jo, tha. Po jo s'mund t'i kita shumë kështu. Po jo, ta ti e kështë ta mund. Sa vet, ta bëri dhurat. Po. Më kënaqet ande këtem the këto. Jo thashun do të lë diçka. Sigurisht lash pasaj siç është zakoni për kishën atje, siç lihen në këto raste në vendet e shenjta dhe aty ishin ajo që është shumë interesante do ta vënë në libër. Ky ka kapur rob, një nga figurat më të shquara të kohës në atë. E ka kapur rob dhe atëherë burgje për të mbajtur të gjithë ato në beteja që kapën shumë, nuk ishte edhe i vanin ato, hekurat ato sferat e mëdha, i litën në këmbë edhe që të mos lëvizte.
Dhe ato prangat që i kishte vënë pikërisht këtij njeriu, ato ishin se një muze i vogël brenda në kish. Robi i mërkur buas, filani me emër aty, i fotografova dhe ato do t'i vendos. Por ka vetë ai Bashkia e Qytetit Trevizos kishte dokumentacion me shumë vlerë për shqiptarët e pranishëm atje. Në zona që ne nuk i njohim, kanë qenë panjohura për shembull. Më tha ai drejtori i arkivit të Bashkisë së Qytetit që këtu keni tha për Shqipërinë dhe për shqiptarët e mesjetës pafund dokumentacione. Irakli, ne folëm për arbërorët, po janë dhe arbërorët e Greqisë, se i përmandëm përgjithësi kështu, ju përmandet pak edhe arbërorët që kanë dhënë kontribute në Itali. Po për arbërorët e Greqisë, çfarë mund të na thuash, si ka qenë i përmendet pak ju, se Shqipëria, domethënë territori banuar me njerëz që flisnin gjuhën shqipe, pra që ishin pjesa e kombit shqiptar, ose arbëror, të asaj kohë kanë qenë rreth 150.000 kilometra, i lirikumi vjetër. Dhe ju e thatë që deri në Pelopones, domethënë ka pasur një shumicë shqiptarësh, arbanitësh, çfarë mund të na thoni se jeni shumë i specializuar në lidhje me shqiptarët e Greqisë që nga mesjeta, për numrin e tyre, për vlerat e tyre në historinë e atij territori që sot quhet Greqi, në rezistencën e tyre në luftë kundër turqëve, sidomos pushtuesve osman, sidomos gjatë kohës revolucionit grek në vitet 1820-1830, dhe kontributet e tjera të tyre, dhe ju keni botuar për arbanitasit, por nuk e di nëse keni projekt të bëni ndonjë punim tjetër, ndonjë vepër tjetër. Është një pasuri shumë e madhe. Dhe unë punimin e parë dhe gradën e parë shkencore e kam marrë me arvanitët. Por ajo është një fond, një pasuri, arvanitët në Greqi dhe një histori e jashtëzakonshme. Nuk mbaron dot që të flasim. Veçanërisht pastaj për kontributin e tyre. Do të thënë koha kur ikën, nga kanë ikur kanë rëndësi të madhe, dhe unë do të them vetëm 2 fjalë. Për shembull, mbas pushtimit osman, nga arvanitët, duhet të thënë, siç thon dokumentat, edhe veneciane, edhe bizantine, edhe ato të anxhuine dhe më gjerë, rezistencën kryesore dhe qendresën kryesore kundër pushtuesit osman e kanë arvanitët. Por mbas rënies të qendresës përfundimtare 1460-s, arvanitët emigruar dhe vendosur aty që kishin 50, 70 vjet, 100 vjet vendosur në Peloponez, në Atikë dhe në Argolid dhe në Beoti. Mbas rënies, për shkak se ata ishin qendresa kryesore dhe kishin larë me gjak, detyrohet një pjesë e tyre të riemigrojnë edhe nga territoret e Greqisë. Dhe pjesa e emigrantëve të ikur të larguar është shkuan në Sicili dhe në Kalabri. Dhe janë 2 autorë. Duke kënduar moje bukur amore. Po. Dhe thotë që kjo në fakt, tani e këndojnë këta, por ata që e morën me vete ishin luftëtarët shqiptarë që iknin, sepse e dinin që ndëshkimi ndaj tyre do të ishte jashtëzakonshëm, dhe ata morën dhe familje dhe u detyruan të vendosin, dhe në hikje ata këndonin atë që thatë ju, moje bukur amore, more është Peloponezi. Dhe ndoshta do të jetë në rast tjetër shumë interesant të them. Unë kam bërë një libër për një nga kryengritësit e famshëm të kësaj kohe. Është Krokodil Kladha. Është një kryengritës arvanitas shumë i famshëm. Atë kur e kapën turqit në fund e kanë grirë copa, e kanë prerë copa dhe o kanë hedhur qenve në trupin e tij, që ndoja 20 vjet në kryengritje. Dhe ata vendosje largimi tyre kanë shkruar kryesisht, një nga ato që identifikohet është Piana dei Albanesi. Në fakt, Piana dei Albanesi dhe në vitet 1940 e ka pasur emrin Piana dei Greci. Piana dei Greci sepse vendi i grekëve, sepse ata kishin ikur dhe ishin nga territoret greke dhe ishin vendosur. Nuk ishin nga ata imigrantë që ikën mbas vdekjes së Skënderbeut dhe të vendoseshin territorit italian.
Mirë po, ti themi historia është histori, këtu nuk ka ashtu. Edhe fen duket e kanë ortodokse, Ortodokse. unitar. Unitar, Të barur nga Vatikani. Po, je korrekt. Dhe nga Piana dei Greci, në 1941, që mos gaboj, ti themi gjëra se që janë, vete Duçi atje. Po. I takoi dhe i tha, po mirë, pse këta flasin, këta flasin nga këta flasin shqip, po çan janë gjithë shqiptarë thonë ata ditë. Po pse ka Piana dei Greci? Veremo Piana dei Albanesi, dhe që në atë kohë ndryshuan në fakt emri me dekret dhe nga Piana dei Greci është vendosur Piana dei Albanesi që kemi edhe sot. Sigurisht atje ka figura të ndritura dhe të dashura shumë dhe që janë figura shumë të rëndësishme për historinë tonë, siç janë historiani Matteo Mandala, Francesco Aldimari, dy nga figurat më të rëndësishme dhe me kontributet veçanta. Në një konferencë ta them kështu kur flisja për këtë temë, edhe si riemigruan, edhe datat konkrete, edhe në çfarë e thanë, dhe çfarë familje që ato me emra me mirë, sepse i kanë kronikat e kohës. Unë duke lexuar se kisha mendjen dëgjoj që kush duar trokësiste, më po ty si mbledhje partie në konferencë në fund, s'ka pse duar trokassh. Ngrita apo se më tha, më fal, kur vetë unë tha, unë duar trokita, tha, e di pse tha duar trokita? Më thot Mandalaja, pse e dhe shumë? E një fjeti? Po. I ka miq dhe i dua shumë, dhe më thot Mandalaja, tha, e di pse duar trokita, tha, sepse tha, në kohët e fundit, kjo para janë 5 vjetësh, 6 vjetësh afërsisht. Po sepse tha, nga ato studimet antropologjike të genit, ne na kanë thënë ata italianë, më çka kërkoni ju, tha, qeni shqiptar, ju ne na del këtu qeni të ardhur nga Greqia. Po me këtë që më thua, tha, ti tani që ti jeni larguar nga këtë, tani do vetë të themi, tha, që për zotëri vërtet ne kemi ikur që atje, por ama ne kemi qenë të vajtur atje, tha, dhe nëse kërkoni përpara. Do të thënë kjo është riemigrimi i arvanitëve. Por prap arvanitët atje kanë qenë një shumicë dërmuese dhe megjithse i nderuar Fredi, ata fatkeqësisht politika greke asnjëherë s'ka pranuar ta. Ato, po, kjo është një minoritet. S'njojnë asnjë minoritet. Absolutisht, nuk njohin asnjë. Këta vllejtë të Shqipërisë, të Gramostanit, që quheshin kjo zona e Juglindjes, që unë kam kontakt për shkak të origjinës time nga ajo zonë, nga Kolonja, nga Korça. Kur shkuan në Greqi, vllejët e Greqisë ose kushurinë të tyre të gjakut e të ADN-s dhe të gjuhës ishin asimiluar, stinin gjuhën, vllejtë që shumica, sa njerëz të veçantë mund t'i kishin ruajtur. Është realiteti ai. Kishin humbur kulturën muzikore të tyre, veshjet e tyre, domethënë sa vinte nga brezi në brez, këto si mund të llogarisim 30 vjet një brez nga 1830, ata kanë punuar vazhdimisht për asimilim grekët dhe ata po thuaj se ju ishte zhdukur identiteti. Kur vajtën këta, ju shpun gjuhën, ju shpun muzikën, kryuan shoqatat, u rigjallëruan dhe këta tash kishin megjithëse ju dhanë pasaporta dhe u përpoqën t'i përdornin pak për diversion për ato politikat e tyre të vorje e pirit e ato kërkesat që Greqia të parësyshme që ka kundër shqiptarëve. Këta filluan të shikonin si dinamit, sepse filluan të ringjallnin etnosin vlej në tokat greke dhe sa i shikonin të dobishëm për t'i përdorur në politikën shqiptare, ai shikonin dhe të rrezikshëm në politikat e tyre. Iraklit, çfarë kontributi kanë dhënë shqiptarët gjatë kohës së revolucionit, nëse mund ta themi se këtu mund të flitet me orë tëra për këtë punë, po me disa penelata kryesore, çfarë kontributi kanë dhënë? Ka qenë koha mbas vrasjes së Ali Pash të Pelenës, çfarë roli luajti, se do flasim edhe pak për Aliun, se ti je specialisti ndër kryesorët për historinë e Aliut dhe veprës dhe atyre që ai la periudha e tij e qeverisjes, se ti ndoshta s'ke qef ta them e sundimit, jo, se ke Aliun shumë është sundim, është. Dhe qofse mund të ma lidhësh pak me kontributin e Aliut,
si kontribuojnë ngjarjet e luftës së portës osmane me Pashalekun e Aninës, çfarë kontributi dha Aliu dhe gjatë qeverisjes së tij, çfarë ndikimi kulturor, sepse Greqishtja e Re filloi të dilte nga Zosimea në fillim e Janinës, nga shkolla që u ngrit në kohën e Aliut, e cila shërbevi si një generator për idetë bashkë me idetë e kishës, e cila hyri më vonë në këtë lojë. Për së vërtetë se kisha ka qenë shumë e lidhur me Stambollin dhe në fillim ata nuk kanë qenë dakord me këto kryengritjet e rebelimet e popullatave në Greqi. Çfarë mund na thuash përmbledhasi për këto gjëra? Janë dy, domethënë roli duhet të thënë dy gjëra, por që në fakt i shërbyen një qëllimi. Roli i Ali Pashës dhe i shqiptarëve në revolucionin përpara. Aliu vra në vitin 1822. Në Shkodër filloi rebelimi i grekëve ose revolucioni grek. Po. Ka filluar në këtë kohë? Në këtë kohë. Dhe pak përpara, domethënë 1821 edhe ata, 22. Në kohën që filloi konflikti osmanëve me Aliun. Ishte shfaqur për domethënë konflikti i Aliut. De facto ishte bërë. Dhe ata lëshuan sultani miratoi dhe firmosi edhe jaftën. Urdhrin për ekzekutimin e tij si një armik i portës dhe që duhet të ekzekutuar. Dhe ato një vite e pak pothuaj ka qenë de facto i shkëputur tërësisht dhe ai dërgoi forca që dërgoi sultani atje një ushtri të madh sepse përbëj ishte rreziku i një çarjeje që i krijoi perandorisë osmane. Dhe o duhej shuar ajo ose pastaj mund të merrte për masa të tjera shumë të rrezikshme për unitetin e perandorisë osmane. Një gjë ndodhi pak më parë dhe në Bullgari me Pashajin e Vidinit. Bravo, Pasvanoglu. Po. Dhe Pasvanoglu, domethënë zakonisht porta ndiqte edhe ata që mbasi i ndëshkonte ose vite dhe nëse ai bindej për të tërhequr, porta dhe e falte jepte edhe një funksion sepse ajo interesonte paqja aty dhe aty kishte në rregull dhe ai pranoi Pasvanoglu. Shkopi dhe karota, i ndishte të dyja politik. Shkopi dhe karota. Dhe ai u bind dhe në fakt ai qëndroi pasha më pas Pasvanoglu. I bëri disa herë më para dhe këtia mesazhe, domethënë indirekt që ai vazhdoi në rrugën e tij dhe pastaj dërgoi një forcë prej gati 90.000 trupash edhe drejtimet. Ka dokumenta ku ka bërë mbledhjet e, nëse ta themi kështu, të shtabit dhe mënyrës si ndau forcat e tij. Por të mos kjo është një çështje tjetër e qendresës sepse një vit e sa kaloi që ndodhi rreth Aliun më vonë për këtë. Dhe ndërkohë shumë nga autorët e rëndësishëm që janë marrë me studimin e Ali Pashit dhe të revolucionit për pavarësinë e Greqisë, thonë që fillesat e ka ke shpirti i tij, ai nxiti dhe thonë shprehimisht, sikur asgjë mos ketë dhënë Ali Pasha. Për herë të parë mbas 4 shekujsh, ai nxiti shpirtin e rezistencës dhe të kundërshtimit kundër perandorisë osmane, kundër zotit vet. Po kërkonte që duke u hapur fronti luftës dhe në Greqi ai ishte me të zvogëlohet qëndrimi goditjes dhe dy marrëveshje sekrete. Një ka me rusët fillimisht kur kishte raporte të mira dhe që është me 9 dispozita ligjore, sigurisht ka formatin e një akti e një marrëveshje të mirëfillt ligjore, dy palshe, atje kanë bërë dhe juristët dhe mendjen edhe për të dhënë atë formë. Ka qenë Aleksandri Para atëherë në Rusi, deri në 1825 ka qenë Aleksandri Para. Po, ai bëri dhe në kohën e Bonaparte të tjera. Dhe dyta është një marrëveshje tjetër që ka bërë me britanikën. I ka kërkuar qeverisë britanike dhe i ka thënë që unë jam gati të vënë në dispozicion tuaj, sepse kjo politikë është, këtë ja ka thënë dhe rusëve. Dhe jap që të më jepni. Unë kërkoj një mbështetje, thotë shprehimisht shumë interesant, por kjo fillon që 1797. Pastaj 1800 e saj ka me anglezët, ndërtoi raporte shumë të mira me disa personalitete britanike, dhe që ishin nga radhët e fisnikërisë britanike që vinin për vizitë, ai i mbështeste ose i ushqente ato, që të kishte një klimë mbështetëse në situata të caktuara. Të dyja marrëveshjet e thonë qartë. Bile dhe francezët që kanë qenë nga më të egrit kundër tij, sepse ata ndërtuan edhe atë që quhet kuvendi i Arbërisë Jugore. Kishte diferencën politikën ndaj Aliut, koha e Napoleonit në 1814 dhe koha e Bourbonëve nga mbrapa. Po patjetër, sepse fillimisht rikthimi i Luigjit 18. Po, sepse fillimisht ai i pëlqeu si një aleancë të nevojshme me një fuqi të madhe. Ditë se kush ishte Turqia.
superfuqitë e kohës. Se thonë disa Franca. Urdhë? Tinte kush ishte Franca apo fuqia? Fuqia. Thashë te Fuqia e Turqia. Turqisë. Fuqia e Turqisë. Fuqia. Tinte Ali Pasha. Po. Dhe e dinte ai që vetëm me fuqinë e tij në ato vitet e parë, dekadat Se e parë. përballonte dot. Nuk e përballonte dot. Dhe ai gjithmonë pa nga perëndimi tek një fuqi të kishte mbështetjen dhe aleancën e një fuqie të madhe. Fillimisht ishte Franca ajo që erdhi që u ofrua aty. Dhe ai pati marrëdhënie shumë të mira me Francën. Po kur pa që ushtrit franceze zbritën në shtatishujt e Jonit që krijuan atë që quhej Republika Në fillim pati luftë në artë, sepse sultani e artës tani është kjo. Atëherë kur ata u vran gjysmë e ushtarëve në kalan e artës, gjysmë u dorëzuan. Po. Dhe kur ai pa që ata filluan ndërtimet fortifikime në këto fortesa bergdetare, siç përmende artën. Është në Prevez tamam ajo. Është një qytet që ka qenë i betejës së madhe në luftën civile romake. Ata e ndërtuan, është Nikopoli. Dhe francezët e ndërtuan garnizonin e madh dhe filluan fortifikimet për një ekspansion të mundshëm, një goditje të mundshme. Dhe në disa pika. Ju them edhe në Butrin për shemb. Dhe kur ai pa që ata filluan rreziku ishte tani Po. Atëra ai goditi dhe i goditi ashtu si shtati ju që një pjesë të madhe i vrau, një pjesë tjetër i zuri rob dhe i dërgoi pastaj të lidhur ata në Stamboll. Por të rikthehemi prapë ke subjekti sepse ai është thesar vërtet i pafund. Aliu në televizja Aliut për të dhënë fuqi dhe për të zhveshur nga mentaliteti i të sklavëruarve, e thot edhe Hugo, është interesant, është një Bartoldi, një studios është bashkos, afërsisht thot që sikur asgjë mos u ketë dhënë. Ai u dha kurajën për të ngritur kundër perëndisë, kundër perandorisë osmane. Si grekëve thot edhe shqiptarëve. Tamam në vitet 1820, 1821 filluan kryengritjet edhe në Pelopones, sepse aty është vatra e parë në Peloponezit, dhe kuptohet të mbështetur sepse Peloponezi një kohë pati Petaliu, i birit dhe vuri pashat Peloponezit të birin, Veliun, të voglin. Po. Por kur sultani e pas gjerimin e madh, te në Trikalla sundonte kishte, po Trikallën e kishte deri në fund. Po. Trikallën e kishin ata, ishte edhe te në Ohër këthe në veri. Po, deri në Ohër, po. Bile tentoi të merrte edhe Selanikun dhe duke parë kërcënimin e madh që po filloi të përbënte, atëherë sultani filloi sanksionet kundër tij. Një pjesë, sepse flasim kështu, po një pjesë i mori dhe me dhunë. Po. Se thonë, po, dëgjoj sa naiv, më fal që e them kështu. Thonë, po ai ka vrarë shqiptar. Po mirë, mund të më thotë një cili monark në mesjet. Ska vrarë nga vendasit e vet, nga banorët. Ja të them unë, sa vrau Bonaparte? Dini shifrën t'ja u them? 8 milion të vrarë nga i Bonaparte, po i thot njëri Bonaparte pa pyetje një francez, i thot është vrasës, është kriminalës i pabes. Mos shkojmë ke Bonaparte, shkojmë tek një Mafri që është i kohës prapë. Garibaldi është heroi i Italisë, heroi i Bashkimit të Italisë. Kundër kujt luftoi ai? Kundër italianëve për të bashkuar. Po i kriju të tërë atë. Dhe dalin tash disa thonë që po ai ka vrarë shqiptar. Po me këtë do të luftonte ai. Pse si vrau? Po kur i ka vrarë? Kur ishte një grup që sa kishte marrë kushtetin, kur u fuqizua që i mlodhi të gjithë atëherë u ngrit kundër portës. Ai ishte budallat ngrej kundër portës lart atëherë kur akoma këto janë por aman shikojmë edhe çfarë bëri. Unë thash veç Kurajës, po është i pari njeri, do të them 2 gjëra të vogla, nëse më lejon. Po. Ne kemi një sër objektesh të trashëgimisë kulturore. Kalan e Gjirokastrës, Kalan e Porto Palermos, Kalan e Artës, Kalan të Ura, shtëpi banimit të 1000 manastire, ka 40 manastire të investuara prej ti të rindërtuara ose të ndërtuara, që ishte Bektashive, ka disa objekte kulti. Tu themi gjë, sepse dëgjova diku që përmendej thot, që në ato të ka bërë bëri bibliotekën e parë, me 3000 kopje. Do të thuash që janë 3000 kopje, po për atë kohë ishin shumë 3000 kopje libra. Nëse duan njerëzit vend ta shikojnë Janin, është muze sot, dhe të shkruar atje pllaka. Kjo është biblioteka e parë në historinë e Greqisë, e ndërtuar nga Ali Pasha, është brenda kalas së Ali Pashës në Janin. Po ndërtoi sallën e madhe, si themin e palestrën, për kavalerin, e kanë rikonstruktuar atë, të dyja këto që po them, grekët i kanë rikonstruktuar atje, i kanë objektet kulturës tyre. Ne them, po ç'ne po mos i duan kështu me, po sa shkollë kishte Garibaldi, e di të pyesën? Po Ali Pasha dinë 4 gjutuaja. Dhe kishte gjithë ato marrëdhënie që kishte. Dhe ndërtoi ato që ndërtoi. Tu themi gjë, Shqipëria
dhe shqiptarët një imazhin e të tjerë mbeti vetëm sa mund të ishte shkruar, pak njerëz që mund të sa mund të ishte shkruar deri atëherë, deri në 1800. Është njeriu që para tërhoqi një pjesë intelektualësh më të dëgjuar të Europës. Të erdhi Bajroni, pse erdhi e takoi Bajroni? Nuk erdhi për Greqinë, si ishte Greqia, se ekzistonte Greqia. Erdhi e takoi atë dhe bëri atë që bëri, që na njohu me poemën e tij Child the Harold, na njohun të gjithë, dhe na njohun tamam si ishim shqiptarë me vlerat në nivelet e larta. Po, nivelet e larta të Britanisë. Po, në imazhet të tash. Ishte nga familje elitare. Po do të them diçka që në formë kritike Po. për Aliun. Po. Ibrahim Manzur Efendiu, që kujtimet e tija tregon kur e mori se e vuri si drejtor të Genius Ibrahim Manzurin, i cili ishte një mason i lidhur me ushtrim franceze nga Malta, dhe gjatë kohës që Britanikët i shkatruan flotën Napoleonit në Aleksandri, në Trafalgar, këta filluan të ktheheshin si civilë, pastaj ushtarakët u zhveshën atje në Kairo dhe kishin frikë se kontrollonte flota britanike anije tregtare. Dhe ky u kap peng nga disa piratë dhe në fund përfunduan ke duart e ulqinakëve, të cilët ja quan Aliut, bashkë me Pukvilin edhe 2-3 tjerë, edhe histori e gjatë që mos gjatem tu, dhe e merr ky pasi ky u kthye në musliman për të mbijetuar. Po ka qenë diplomat shumë i urtë Ibrahim Manzuri, dhe në kujtimet e tij që kam lexuar unë, nuk është pozitiv ndaj Ali Pashës. As dashamirës ndaj Aliut, por ka një qasje ndaj së vërtetës. Dhe ai tregon kur e mori Aliu për të ndërtuar Porto Romanën, e kishte parë si vend atje, i kishte pëlqyer dhe i thotë to vëm në një vend, i thotë. Mi po ishte koha sa ishin vrarë ato prostitutat midis silave dhe kjo Frosini. Ka pasur një histori interesante. Një nga çupat, nga nuset e Ali Pashës, ndoshta nusja e Veliut, ishin të dyja çupat motra, ishin të martuara, çupat e Ibrahim Pashës, të Beratit, edhe i kishin thënë që Frosina shkonte me burrin e vet, dhe ajo i bën një vizitë, se ajo kishte një dyqan argjendarie, i bën një vizitë atje dhe i shikon në dorë unazën e familjes të djalit, një unazë të shquar që kishin pasur në familje. Dhe kjo vetë i thot Aliut, i thot ajo, thot po na grabit Floririn, mi po Aliu s'të falte për Flori. Edhe thuhet që u bë kjo intriga e këtyre 40, më duket ishin 16 nga këto prostitutat, midis cilëve i thajuan edhe Frosinës një diçka ishte për kafe në një shoqe vet, duke dalë në darkë, i kapën dhe i mbytën atje, duke i futur në thes. Ishte një krim makabër. Dhe Aliu ishin ato ditë, e merr dhe i thot, a dohem të bëjmë një kalaj, thot, siç i tregon Ibrahim Manzur Efendiu. Dhe aty rrugës i del një nga këta bektashinët, dervishët, që ishte shumë spiritualist dhe rinte natë dimër edhe në dimër dhe në verë me një lakurishe me një lek kështu dele. Edhe i del Aliu ishte shumë supersticios dhe i kishte frikë baballarët dhe dervishët, i kishte këta që ishin të fuqishëm kështu. Edhe i kishte shumë frikë. E i del ajo i thot, si vrave ato gratë, i thot, spatë turp, i thot, u morë edhe me gramor, jezit, i thot, morë edhe duke sharë. Ishte plaka ju dhe Aliu e respektonte dhe i kishte edhe frikë. E o përpoq të jepte ca florinja, ju e mori ja odhi, i thot, mua mi jep florin, i thot, që jetoj si eremit, thot, unë lyp, thot, si murgjit e lindjes, thot, port më port, një tas me cup, thot, edhe aty e kam lumturin time, ti mi e plek, i thot, edhe a flak ato florin. Edhe Aliu mërzit se e shavin sy të ushtarve. Edhe duke i kur s'po fliste kështu, ecën pak dhe i thot Ibrahimit, i thot, do ta shikosh atë vendin, është vend i bukur shumë kështu. Edhe filloi t'i binte ajo gjendja e keqe shpirtërore avash avash. Dhe i thot ky, ç'a do bësh atje, i thot Ali Pasha, i thot ky, të bëjmë një kalaj, të mirë atje, thot, për të burgosurit. I thot ky, po shumë kala po bëm, pse po bën kaq shumë kala? Po thot, një sundimtar nga kalat mbahet mend, thot, në ata që do të vinë më mbrapa, thot, që do na kujtojnë. E i thot Ibrahimi, thot, të them, ty bësh shqiptarve një gjë tjetër, thot, që mos të harrojnë kurrë, thot.
Çfarë i thot ky dhe mbajti kalin dhe u kthye. Edhe i thot ky, bëju një alfabet, i thot. I thot ky, t'ju bëj shkronja, mo, i thot, për të lexuar e për të kënduar e për të shkruar. Po, i thot ai. Po këto janë punë femrash, mor, i thot, mor, Ibrahim, thot, mua ma thua këtë, ti, thot, unë, thot, Ali Pashaj të mere me punë femrash, i thot, me germa, i thot, unë thash qa do më thesh, i thot, por sundimtarët më në mend, thot, nga veprat, do në veprat që të veprat materiale, objektet, jo këto germat. Dhe domethënë kjo është një histori shumë e bukur që më ka bërë përshtypje atë ke kujtimet e Ibrahim Manzur Efendiut dhe Aliu nëse do t'ju kishte bërë shqiptarëve alfabet, do të ishte sot shumë maja të larta në respekt të shqiptarëve. Shiko, megjithatë, kundërshtrimi juaj është i saktë. Duhet kuptuar në kohën e tij dhe duhet më fal se u zgjata. Jo, të lutem, jo mirë bërë, jo. Ka lidhje me bisedën. Po patjetër. Shiko, disa gjëra shpesh unë edhe për këto dhe për çështje subjekte të tjera, i referojmë nga njëherë burimeve historike dhe personaliteteve. Do të tregoj një ngjarje me këtë që dua të them tani. Para një 7 vjetësh, duhet të 6 vjet, 7 vjet, vjen një, nuk mund ta them mik, sepse s'kam raporte deri të mikut, por një i njohur dhe që kemi raporte shumë të mira me njëri tjetrin. Për mua është historiani më i mirë që ka sot Britania e Madhe. Është Noel Malcolm. Ishte i ftuar në një konferencë albanologjike që u bë këtu dhe komunikova për të ardhur nuk para lëvizte, e binda që të vinte dhe të merrte pjesë, sepse Malcolmi ka 3 vepra të rëndësishme për historinë tonë dhe që mbeten janë fundamentale. E para është The Kosovo, bile Kosovo pa dal nga tema shkurt, është vepra tek të cilët aleatë të mëdhej u mbështetën për të njohur të vërtetën historike të Kosovës. Se mund ta marrin nga mua, por do të thotë shqiptari domosdo për sipas interesit ti do ta shikoj. Dhe morën nga një burim që ka një personalitet të veçantë në historiografi dhe që është i tretë ai, shpale tretë dhe shikon ftohtë historinë dhe u mbështetën tek vepra e tij përpara bombardimeve dhe ndërhyrjes. Ka pasur shumë rëndësi. Në këtë kuptim, unë dhe çdo qytetar duhet të mirënjohës Malcolmin. E dyta ka një tjetër për spionte perandorit, thot për perandorin osmane, që është përkthyer dhe ai ka vlera të veçanta dhe fundmit është që të vim këtë tema jon, ka një që është botuar para një 3 vjetësh ose aq ka 3 vjet, është The Albanians, Survivors, Believers, do të thënë shqiptarët, të mbjetuarit, besimtarët dhe and rebels, dhe rebel. Ai është një vepër një 900 faqe, ka disa subjekte dhe midis tjerave ai ka një punim me shumë vlera për Ali Pashën. Po t'i them unë ato, shpesh gjëra do shikojnë me. Është një nga personalitetet më në zot të historiografisë evropiane sot, në historinë moderne. Dhe e di çfarë thotë, unë s'dua të citoj shumë, po të them 2 gjëra. Thotë, është një nga fatkeqësisht ato që nuk e njohin, thotë. Politikan i cili luajti një rol të jashtëzakonshëm në balancat politike të Europës për Ali Pashën. Ekuilibrot. Po. Dhe e dyta, ajo që po të gjerë 2 nga ato, është monarku i vetëm ndoshta në historinë e Europës që diti të kërkoj ndjes. Të ta them ç'është kjo. Unë shkruaj edhe për historinë e asaj që quhet e drejta pozitive. Nuk shpesh e ngatroj njerëzit kur thonë drejta pozitive, drejta e mirë, jo, drejta pozitive është e drejta e shkruar, sepse ne kemi vetëm të drejtën orale që kemi kanunet, që nuk ka qenë e shkruar. Por ne kemi pasur dhe një traditë tjetër, të së drejtës të shkruar. Më pas janë gjetur statuti Shkodrës, statutet e tjera, që ato që kemi një popull i qytetëruar, atëre kur qytetet europiane filluan të hartojnë kodet e tyre ose kushtetutat e tyre, me fjalë tjera, ligjore kemi dhe ne gjetëm statutet Shkodrës, statutet Drisht e tjera me radhë. Të mos futen me këto. Dhe e di çfarë thonë të gjitha, e drejta pozitive e shkruar për mesjetën dhe për monarkët. Ka drejt të hartoj ligje, të gjithë të nënshtrojnë atyre ligjeve, dhe ai ka drejt të mos i nështrohet. Të bëjë çfarë do lloj krimi, dhe ai të mos ndëshkohet për to. Shpesh nga ata që thonë po ai vrau shqiptar. Ta nuk njohin, po i them edhe një herë të drejtën pozitive, nuk njohin statusin e perandorisë osmane. Le të lexojnë Inalçikun, të paktën një nga personalitetet më të shquara të historiografisë turke dhe çfarë thotë për statusin dhe të pashallarëve të po pse
bëhet ashtu historia. Duhet parë në kompleksitet. Dhe ta mbyll me Malcolmin, i them jep një intervistë, e kërkuan shumë ti me një intervistë. Nuk donte, nuk para jep Malcolmi. I them unë të lutem jep një intervistë, do më dëgjosh, kujt e jap? Atë tash për 2 televizione, të mos i përmend emra tani. Kujtuash tash unë po, jo më thuaj ti tha kush qesh. Dhe i thesh, dhe dha intervistë. Dhe tha, unë thash 2 gjëra nga Malcolmi, ai tha dhe shumë gjëra tjera për Ali Pashën. I nderuar Fredi, e di çka ndodhur, mbas disa ditësh më takonin në rrugë. Ore, po ti pas ke pasur të drejtë, tha për atë Ali Pashën, kështu. Dhe pse thoshin këto s'kisha thënë ato që isha thënë, kam thënë, dhe i them prapë. Po se i tha i huaj. Me që i tha i, atëre pas kam pasur unë të drejtë. Do të them, përmendem Mazur Efendiu, si frances. Fredi flasim shumë për t'i thënë të edhe ato sigurisht që ka ato që thatë ju, për e tjera, po e di që ka studius francez dhe historian francez, nga më bindësit dhe më seriozët, ata që hapën për herë të parë dokumentat përmendem Mazur Efendiu, Pukvilin, konsulli, çka ka shkruar në mënyrë sekrete dhe çka ka botuar për opinionin. Është një August Bop. Për herë të parë në 1900 na japi dokumentat e arkivit francez. Dhe çfarë kanë bërë francezët kundër Ali Pashës dhe kundër shqiptarëve në kohën e Bonapartit. Insirin ata ndrit, është Remerand. Të gjitha. Po, unë nuk marr vetëm atë çfarë shkruan një shkrimtar. Se përmendëm Remerandin e kam lexuar. shumë bukur. Shkret ndryshe Remerandi nga ata. Po Bopi që kanë nxjerrë veçanërisht gjithë dokumentat, gjithë inskenimet që përgatiten ata për të ndryrur ushtarakisht dhe për të vrarë atë, të nxjerrë me dokument. Janë 500.000 franga ari që kanë dhënë krerëve të krajina në Mallakastrës, Labris, Beratit e tjera për të ngritur dhe për ta. Unë them ta lëm radhës tjetër. Jo tani të lutem. Ali Pashë. Ta mbyllim Arvanita si pak. Mirë, me dakord. Se na të roqi Aliu, si shmanjet Aliu, këdo, kushdo që tjetë gjatë bisedës, kur tel Aliu në mugëtirat e historisë, direkt të tërek si manjet. Poetike tani. Po për Arvanitët, çfarë do thoje për rolin e tyre në revolucionin grek, në parlamentin e parë grek? Pse u eliminuan shumë nga këto figurat? Do të them atë, do ta fillojmë nga e dyta. Në lidhje me gjuhën që u vendos gjuhën zyrtare që do t'i ishte, sepse ka patur një diskutim me Sadiu midis kur vajti mbreti i parë Otoni për gjuhën që do përdoreshe. Unë e di që kur e kanë marrë Konduriotët, vëllezërit Konduriot me anije dhe ata i jepnin gjithë komandat muçove të anijes dhe atyre punëtorëve të anijes në Shqip, ai kishte mësuar greqishten dhe skupton të asgjë. Dhe tha, çfarë po flasin këta? Tha, i tha, këta flasin gjuhën e popullit. Çfarë është kjo gjuhë e popullit? Tha, është gjuha arvanitase. Edhe tha, ky tash i tha, unë s'mund të bashkëpunoj, tha, të mbaj njerëz tha që rinë rreth rrotull me përdorin gjuhë që unë si kuptoj, tha, duhet vendosur gjuha greke që unë kam mësuar. Dhe kjo mund të jetë një nga arsyet kryesore që u vendos greqishtja, megjithatë, ju çfarë mund të... Jo, nuk është vetëm kjo kryesorja. Ishin filohelenët europian. Do të thënë është periudha e filohelenizmit. Bavarez, kryesisht. Gjerman, po edhe të tjerët, edhe francezë dhe britanikët. Donin me ato ëndrat e tyre të greqisë lashtë, filozofisë lashtë, të artit të lashtë, kulturës së lashtë, të tjera me radhë, të rikthenin atë Greqi, sepse të gjithë kishin mësuar në shkollat e tyre filozofinë greke, personalitetet e shquarta. Periudhën e rilindjes evropiane. Po, është periudha që e rilindi, prandaj themi ne dhe riktheu dhe rikthyen veprat e antikitetit greqisë, të gjithë frymzuar nga këto, tamam, në periudhën e viteve 1800 ta kërkuan ta ribënin Greqinë siç kishin ato ëndra me ato lloj imazhe që kishin. Dhe un po t'u them episode janë të çuditshme shumë, domethënë gjermanët, anglezët, francezët, po kryesisht gjermanët që thatë ju, ata edhe investuan shumë për ta bërë këtë gjë. Investuan për të e para njerë, janë gjermanë që dërguan, për të investuar, dërguan grupet e para për të parë çfarë duhet për të ngritur infrastrukturën e shtetit grek të ri. Dhe të ngritur ministritë, për të ngritur gjitha tjera. Dhe di çfarë i thaj, kur jam kthyer, flas që janë të shkruar të gjitha dokumentat që i kanë raportuar perandorit gjerman. Edhe vajtë ata mbas 4 muajsh atje i thotë, çfarë duhet të bëjmë? Nga duhet ta fillojmë thotë për këto ministritë, për infrastrukturën tjetër. Po çfarë ministritë do ta fillojmë nga ato? Po nga ta fillojmë nga shkollat. Çfarë shkollë thotë? Po të mësojmë thotë atyre greqisht. Po pse? Po ta s'din greqisht. Po çfarë din ata të dish? Po këto nuk ta them kështu.
është një Weidemayer, nga bizantologët dhe historianët që gjerman, po që është njohsi, greqisht profesor, dhe flet mi dokumenta. Ne do ta fillojmë nga kjo, të mësojmë greqisht e njëra atyre. Të bëjmë grekët tash. Po t'i bëjmë grek. Dhe kjo nuk është për ta ashtu, po du them edhe një gjë, po unë nuk dua, siç të respektova ty që më the, të më flasësh një herë, unë dua që tash disa gjëra të mos t'i them vonë, sepse unë to janë një studim mbështetur gjithë me dokumenta. Projekti që kanë bërë ata për asimilimin e shqiptarëve, projekt, studim shumë i thellë dhe për investimet për të asimiluar në mënyrë graduale që të bëjë Greqia, sepse ndryshe nuk bëj. Dhe kjo është kështu. Shqiptarët e Greqisë bëhet fjalë. Shqiptarët e Greqisë flas gjithmonë. Ka qenë majorancë. Fillim, po. Ka qenë majorancë në të gjitha. Dhe që atë pikësynime kanë dhe sot me shqiptarët e jugut. Do të më lejosh të them një gjë, ata dy e dini, e përmendët pak në bisedë me mua atë që ata nuk pranojnë asnjë lloj minoriteti. Do kthehem prapë ke gjermanët, po ka bërë përshtypje shumë, besoj, dhe ju e keni parë, që kryeministri grek, Mitsotakis, tani ftoi për herë të parë, që kanë qenë papranueshme për ta. Prania e Arvanitasve, identifikimi tyre si një minoritet kulturor, flas. E një grupi vajzash, burrash dhe grash arvanit veshura me kostumet e tyre, ato janë kostumet e tyre që në shtëpinë e tij, në zyrën e tij, për vit të ri që ata kënduan një këngë në gjuhën shqipe. Arvanit, si nga Idra, nga Ishulli i Idrës. Jo, nuk e mora vesh nga ishin ato, por ata kënduan. Po ai kishte nënën nga Idra apo? Ishte Arvanita se nga Idra, unë kam pas rastin t'i jap dorën të Marias, e Konstantinit, babait të këtij kryeministit, edhe ai ishte kryeminist. Po prania në mënyrë publike e asaj është një gest qytetërimi i kryeministit grek, do të thosha, nga ata që të tjerët nuk kanë pranuar ekzistencën e tyre, ai pranon dhe jo vetëm pranon, po edhe këndojnë. Po u larguam nga... Mos është do një hap i parë i ecjes në të kundërt, domethënë i shkuarjes drejt realitetit nga ajo që i mohon. Realitet. Nga presioni evropian, ndoshta ky e ka më të lehtë ta bëj, sepse nga ana shpirtërore mund të jetë është gjysmë shqiptar. Po. Kjo është e vërteta. Kjo që toni është e vërteta. Në qoftë se do ta kishe, do ishte edhe unë në nderin tim, po unë kam këtë origjinë që kam, prindër që kam. Pse i eliminuan Irakli gjitha kokat arvanitese të revolucionit grek për pak vite, si Kolokotronin? Unë do të them një gjë. Në fjalimin e parë, në parlamentin e parë, mbas u shqirua Greqia e asaj kohe që fitoi, nuk është Greqia e sotme, nuk shtri deri ku shtrin, ato janë parlamenti i Agolidës i bi. Shumë mirë. Dhe e di cili është fjalimi i parë dhe çfarë thuhet në fjalimin e parë. Do të shtanoj ditë t'ja u bie edhe në, sepse kam fotokopjen e asaj atë. Mi moshuari, që është rregullin këtë që do të hapte seancën e parë të kuvendit të parë të Greqisë, e fillon me këtë. Unë të asë shtoja që paksoja asë një gjë, përpiqen të jem korrekt. Thotë, më lejoni të nderuar përfaqësues të parë të popullit grek të lirë, që fjalën e parë unë të nderoj shqiptarët, të cilët Arvanitasin. Albani, nuk e thot Albani, Albani do thot shqiptar. Po. Arvanites i thon Arvanitëve, po shqiptar, të drejtojmë ty, thot, Tahir Abazi. Të drejtojmë ty, Muça Filani, ka me emra, të gjitha kapedan shqiptarë, sigurisht dhe Arvanit, që thot, gjaku juaj, thot, ndriti, i dha dritë liris tonë. Dhe ka është një fjalim shumë në fjalimin e parë, kur ata kanë qenë të zhveshur nga nacionalizmat, i kanë thënë të vërtet, mbas kësaj lindin ato që përmendëm pak më pas. Ka pas edhe konfliktet brendshme, edhe vetë krye komandantin e forcave, Kolokotronin, e futur në burg, doli nga burgjet, të tjerë, po ashtu konflikte mes njëri tjetrit. Me sa duket, këto janë ato për të shapjet ose rrëzimet e foshnjore të një vendi në fillim kur ngrihet në këmbë, dhe këto nuk janë, ndoshta janë të tilla për të mos thënë edhe hakmarrje, pastaj këtë nuk e them dot tani sepse për secilin rast duhet të parë. Por që arvanitët u shmangën për të mos u identifikuar si të tillë, megjithëse ka pasur kryeministra grek, ashtu Arvanit ka pas president të Arvanit. Por asnjëherë nuk është shfaqur. Ai që unë kam parë në mënyrë më konkrete, të themi për ato që dim, është Pangallosi. Po. Ministri i jashtëm.
Kam bajtur dhe fjalim, Dhe me kurrikuma ministr. Po, edhe me kuraj dhe me tëra. Ajo është një histori pastaj shumë e madhe. Për arvanitët kemi për të folur sepse kanë kontribut edhe për vetë ne Shqipërinë. Kanë shkuar për shembull edhe repartet arvanitëve nga Peloponezi në rrethimin e Krujës atje në ndihmë të Skënderbeut. Janë gjëra të fakte të pa shfletuara ende që kemi shumë që të themi. Po, do të diskutojmë të anën tjetër. Po jo, të lutem. Edhe një herë tjetër do bëjmë një të tretë që ta mbyllim edhe me këto pyetjet e fundit që kam shkruar unë. Të nderuar shikues, shpresojmë që kemi sjellë një bisedë të këndshme për këto çështje, të cilat ne duhet të bëjmë sa më shumë për këto tema, duke treguar të vërtetën se cila është historia madhështore e popullit tonë, e paraardhësve tanë, sa territore kanë jetuar ata, në cilat territore, përveç territoreve të Shqipërisë sot me politike, se shqiptarët nuk kanë jetuar në një territor kaq të vogël, as në territorin e Kosovës dhe të Iliridës, në perëndim të Maqedonisë sotme, të shtetin të Maqedonisë Veriut, por kanë jetuar në një territor akoma dhe më të madh. Këtë nuk e bëjmë për arsye nacionaliste, ne po jetojmë në një periudhë të errët ku bota është pranë konflikteve të ndryshme tregtare dhe nacionaliste, por edhe me aspirata perandorake nga fuqitë e mëdha. Ne në asnjë mënyrë në rajonin ton nuk duhet të nxitemi të shkojmë drejt luftrave nacionaliste dhe me shtetet e tjera, pavarësisht se ato kanë ngritur platforma ideologjike prej disa shekujsh për të shkatruar ekzistencën e shqiptarëve. Ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm që të ruajmë mbijetesën tonë, por gjithmonë duke treguar çfarë kemi qenë dhe gjithnjë me synimin që brenda këtij areali të madh popujsh që jetojnë në Ballkan, ne të dimë të ruajmë dhe të forcojmë atë staturën tonë pa i rënë me qafë, ashtu siç kanë bërë paraardhësit tanë asnjë kombi tjetër. Dhe njerë para se të mbyllim emisionin, ju kujtoj të bëjmë subscribe kanalit, ata që ende nuk e kanë bërë, por që e ndjekin këtë kanal në YouTube. Nga unë Alfred Sako, natën e mirë dhe mirupafshim të anën tjetër përsëri me profesor Irakli Koçollari. Natën e mirë.